Segmenti mes dy pikave doganore në Bllatë, asaj të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, vijon të jetë i degraduar dhe në gjendje as pak normale, për një rrugë që jep impaktin e parë të vendit tonë për të gjithë ata që hyjnë nga Maqedonia e Veriut. Gropat në këtë segment dhe problemet të tjera japin një pamje jo të duhur vendit tonë, teksa pjesa e vendit fqin është shumë më e mirë. Ndërkohë prefekti i Qarkut Dibër Nexhbetin Shehu tha se nga kontaktet e tij me institucionin e drejtorisë së përgjithshme të doganave i është komunikuar një investim që pritet të bëhet në muajt në vijim. Sipas Shehut, ky segment do t'i nënshtrohet riveshjes së plot me asfalt. Realisht është një segment rreth 200 metrë, po them unë, ndoshta s'është 200 metrë, në planin që ka drejtoria e përgjithshme e doganave për të rehabilituar ose për të investime që po bën në doganën e Bllatës, meqense është rrit kapaciteti dhe fluksi i hyrje e daljeve, dështohet si kapacitet, është këtë vit për të rehabilituar edhe segment rrugë. Ka pas një gap, i takon ARSH-s, i takon bashkisë, është zgjidhja e problemit në këtë investim që do bëhet për doganën Blatt për vitin 2026, do bëhet edhe ai segment rrugë. Do riasfaltohet, do vizohet, do jetë në standarde më të mira se pjesa tjetër. Gjendja e degraduar e kësaj rruge ishte kthyer në problem edhe për qytetarët Dibran, që lëviznin shpesh drejt Maqedonisë së Veriut për të furnizuar me ushqime apo karburant.